Cila prej tyre, zoti Beleri? Po partitë e vogla janë punë në kuvend, po shikoni, problemi kryesor i Shqipërisë është gjyqësori sot, ata po mbrojnë. Nuk shikoni që kemi një gjyqësor me regji, nuk shikoni dy standarde. Nuk shikoni mos batimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. E njëjta gjykatë për mua tha që duhet të mos e marrë mandatin dhe për zotin Vele tha duhet të ngelet mandati zotit Vele. Tha gjykata pse nuk zbatohet. Në kohën që gjykata kushtetuese tha që zoti Vele nuk duhet të shkarkohet, duhet ishte në detyrë. Nuk prevalon e drejta e qytetarëve për të qeverisur nga ai që zgjodhen. Çfarë demokracia është ajo? Këtë gjë zonja Kosh nuk e pa, nuk ja tha njeri. Edhe ajo e shikon zoti Beleri, domethënë mediat flasin, politikanët shqiptar flasin, kështu që edhe ajo besoj se e ka vlerësimin e saj, nuk është se niset me perceptim. Nuk besoj këto që po them janë një realitet. Gjykata kushtetuese, gjykata supreme, gjykata më e madhe e vendit ka marrë një vendim dhe nuk zbatohet. Jo vetëm kjo ka një deklaratë që Velia do rri atje që është, bashkim do qeverisim unë dhe Verta, ku dyshi thonë. Qartë. Zoti Beleri, keni këshilluar zotin Berisha që të konsideroj edhe dorëheqjen. A mendoni se ka ardhur momenti që shumë zyrtarë apo funksionarë në Partinë Demokratike t'i thonë mirupafshim karikes së tyre brenda funksioneve në kupolën drejtuese? Nuk e kam këshilluar, kisha thënë atëherë në deklaratën time dhe i qëndroj që kur një parti humbet një betejë zgjedhore, duhet të reflektoj pa përjashtuar asnjë vendim që të mund të krijojë besim të popullit. Unë jam njeriu i fundit që do këshilloj zotin Berisha. Zoti Berisha është një njeri që në Shqipëri 30 vitet e fundit, 35 vitet e fundit ka një kontribut. Unë besoj çdo ditë që kalon që në qoftë se zoti Berisha nuk do ishte në krye të opozitës, gjërat do ishin më keq. Ose më mirë. Nuk e besoj sepse mënyra se si po bëhet se si qeveriset vendit nuk ka hapësirë për një njeri me ide më të freskëta, më të ri, dhe një njeri më inovativ. Si që thash për ata që besonin në problemi e opozitës është zoti Berisha, mund të shikojnë rezultatet e partive të vogla, të cilat nuk ishin ato që duheshin. Megjithatë, për të kthyer besimin te qytetarët shqiptar te opozitarizmi, asnjë gjë nuk duhet të përjashtohet nga bizeta politike. Qartë, zoti Beleri, flitet për një plan të ri veprimi për marrëdhëniet Athinë-Tiranë. Jeni pyetur për këtë çështje? Nuk ka pse të pyetem. Ka institucionin që veprojnë po. Dhe nëse kjo ndodh, unë kam dëgjuar nga raportet e mediave si shqiptare dhe greke, jam dhe unë dijeni që po përpiqet të bëjë një ristart i marrëdhënieve. Si çdo njeri jeton në dy vendeve kanë darë jetën e tij, nuk do isha lumtur që kjo gjë të jetë e vërtetë. S'keni informacione më shumë rreth kësaj çështje, zoti Beleri? Jo, informacionet i kam që po bëjnë bizetime. Në për çfarë bëjnë, si bëjnë, në çfarë niveli kanë arritur, nuk kam asnjë informacion. Po nëse do ju pyesin, çfarë sugjerime do i jepni palës greke të paktën ose edhe palës shqiptare? Siç u thash, bizetoj të dy qeverit. Nuk jam ai që mund të bëj sugjerime. Për mua do ishte Duke qenë se keni qenë mes të dy realiteteve, edhe realitetit grek edhe ati shqiptar. Ka shumë probleme në dy vende të mbartura nga kohët e kaluara. Dyherë gjatë qeverisjes së zotit Rama ishin dyherë shumë afër për të zgjidhur këto probleme paket. Era parë ishte midis bizetimeve Bushati Skoxias. Atëherë zoti Rama vendosi të minoj këtë marrëveshje për të plotësuar dëshirën e zotit Erdogan. Dojti zotin Bushati u prish marrëveshja. Herën e dytë që ishim gati për të bërë një marrëveshje dhe për të zgjidhur të gjitha çështjet, ishte koha në zgjedhjet e 2023-shit,
prap zoti Rama vendosi se duhet të mbajë Bashkinë e Marrës me zor dhe atëherë marrëveshja u prish. Shpresoj këtë herë ta ketë më të vërtetë që do një marrëveshje për zgjidhjen e problemeve dhe të mos gjejë ndonjë justifikim tjetër për ta prishur prapë. Mendoni justifikim plot apo justifikime që janë edhe gabime historike? Besoj se niveli i marrëdhënieve që ndodhet në marrëdhënieve të dyja shteteve kohët e fundit është një gabim historik që duhet të ndalojë. Pra çdo shtet duhet të adresojë problematikat e veta e duhet marrëdhëniet të vinë një nivel ashtu që janë marrëdhënie mes dy popujve. Unë besoj se dy popuj, edhe populli shqiptar dhe populli grek, janë shumë përpara politikës. Marrëdhëniet e tyre, qoftë shoqërore, qoftë ato politike, janë në nivel më të mirë se ato që janë në dy shtetet. Qartë. Zoti Beleri, përpara se ti kaloj fjalën kolegëve, së fundmi shteti grek ka shpallur non grata gazetarin shqiptar Artan Hoxha. Pse kjo lloj politike masash ndaj gazetarëve shqiptar? Nuk besoj që është një politikë që bën vetëm shteti grek. Duhet të dini që edhe shteti shqiptar shumë shtetas grek ka shpallur non grata se unë kam thënë se po mbi dhe po mqajen. Edhe njerëz që kanë lidhje familjare me Shqipërinë. Pra një politikë shteteve për njerëz ose për individët që besojnë. Problemi është se zoti Hoxha nuk është i vetmi gazetar që është shpallur non grata, se ne kemi edhe gazetarin tjetër, Marin Mema, i cili është shpallur non grata. Këtë risk mund ta kenë edhe gazetar tjerë shqiptar të cilët kanë bërë investigime lidhur me masakrat e shtetit grek Kërshitçanëve. A mendoni që është një standard i rrezikshëm që po vendoset kjo në raport me gazetarët, pra nuk e kam vetëm për zotin Hoxha, po edhe për gazetarët e tjerë. Dhe ndjenin time Shqipëria të paktën nga viti 90, se më përpara nuk kam informacion, nuk ditë ketë shpallur non grata ndonjë gazetar grek. Pra dua t'u njoftoj që mbi 100 shtetas grek janë shpallur non grata nga Shqipëria. Ka dhe midis tyre 3 gazetarë. Mund të na i thoni emrat se mund të ketë dhe gazetarë që punojnë në media, po themi periferike në Athinë apo me në një fshat Greqisë. Mund të na i thoni emrat se ndoshta mund t'i kemi edhe kolegë që mund të kemi bashkëpunuar me to. Po gazetën Protothema e njihni? Po një normalisht që po na thuaj emrin e gazetarit, se unë njoh shumë mirë gazetën Protothema. Gazetari quhet Panajot Savidis. Është gazetar që punonte për Protothema. Është një taktikë e dy shteteve, e të gjitha shteteve, të cilët mundohen të mbrojnë interesat e tyre kombëtare me një politikë që nuk jam ai që duhet të vendosë është e gabuar apo e drejtë. Okej, kam edhe një pyetje tjetër nëse më lejon Andrea. Po, përfundojeni lutem këtë dhe vjojmë me pyetjen tjetër. Po lexojnë për shumë media shqiptare që ishte një akmarrje për çështjen Beleri. Si shkruajtur sot media greke, bëhet se kam dhe informacion, nuk ka të bëj shpallja e zotit Hoxha non grata, nuk ka të bëj fare me çështjen Beleri. Unë kam vendosur dhe jam përballur me gjykata shqiptare me zotin Hoxha. Zoti Hoxha vazhdon